تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allah subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa salavatet dhe selamet ja dërgojmë zotërisë pejgamberëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Aja e cila të shpjegojmë sot në librin e vazhdim është në përgjithësi cilësitë e munafikave. Është se këtë libri e ka emrin nifaku, hipokrizia, dyftësia, sëmundja e kohës. Nifaku, sëmundja e kohës. Dhe kapitulli në vazhdim që jemi duke shpjeguar këtu është sifatul munafikin. Qysh me i dallu nga qysh me i ditë munafikave, pa dyshim se ata kanë cilësi. Për këtyre cilësive ka disa prej sureve që Allah subhanahu wa taala na ka treguar neve për ta në Kur'an. Për munafikat, për cilësitë e munafikave, edhe si ti dina na munafika, si ti dallojmë në munafikat, vetëm se ka zbrit Allah subhanahu wa taala disa prej sureve e që i ka emërtu, edhe që i ka përmend në sure të ndryshme, cilësi të ndryshme. Kur t'i lexojmë të gjitha me komentim, vetëm se na bëhen bashkë se na bëhen njëre me dije dhe e ditur se t'i dallojmë munafikat në bazë të cilësive të tyre. Thot Ibn Kathiri se Allah subhanahu wa taala ka përmend një numër të madh të munafikave në Kur'an, por nuk i ka përmend numrin e munafikave, numrin e cilësive të nifakut në një vend të vetëm, as në një ajet të vetëm. Përsa Allah subhanahu wa taala e ka përmend cilësitë e munafikave në ajete të ndryshme dhe në sure të ndryshme. Për tyre kama anzala suratul Bara, për tyre sikur se Allah subhanahu wa taala e ka zbrit surën Bara apo surën At-Tauba. Pastaj për tyre surja Munafiqin, pastaj Allah subhanahu wa taala i përmend disa prej cilësive të munafikave në surën Nur dhe në sure të ndryshme në ajete të ndryshme. Ajo se çka duhet na me pasur parasysh, edhe duhet me ditë se kur flasim për cilësitë e munafikave, la yalzamu an tatawaffaru kullu hadhihi sifat fi shakhs wahid. Thot autori se nuk duhet në patjetër që krejt këto cilësi që i ka përmend Allahu në Kur'an, gjitha këto cilësi që Allah subhanahu wa taala i ka përmend në ajete të ndryshme të Kur'anit, me i përfshi të një person, me i pas një person këta këto cilësi, edhe na mi thonë atina se që tash këtë është për munafikave. Autori thotë se nuk është e patjetër që të një person në mbledh gjitha cilësitë e munafikave, edhe na mi thonë që tash për dina se që këtë është munafik. Por se thotë, ajo se që ka nga bën me dije neve edhe në pos kujdes për këtyre njerëzve, është se nëse ata i kanë disa prej cilësive të cilat ne i dimë. Qofshin ato për cilësive që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, apo qofshin ato cilësi që i ka përmend Allah subhanahu wa taala në Kur'an. E dyta është se për munafikave vetëm se duhet çdo herë besimtari duhet me i marrë shkaqet edhe me urrit prej tyre. Momentin që i kije disa vërejtje tek një person, edhe tek një person me të cilin ti rrën, edhe po ki muhabet me ta, po shet që te ai nuk po shkon diçka në rregull. Po shet që kur po fol me ta nuk është çdo herë i fokusuar në bisedë, edhe nuk është çdo herë ai i cili fol me ato e cila është e drejtë dhe e vërtetë, vetëm se duhet me pasur kujdes për këtyre. Tha Allahu në Kur'an, Alif Lam Mim. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. A kanë menduar njerëzit që ata më thonë se na e kena besu Allah subhanahu wa taala edhe këta mas me usprovu? A kanë menduar njerëzit të tash kanë me thonë se na kena besu Allahu, e kena besu fenë islame, e kena besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe këta mas me usprovu në fenë e tyre? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
Thot padyshim se na vetëm se i kena shprovu edhe ata që kanë ardhur para këtyre, edhe ata që janë kohë para neve, vetëm se Allahu subhanahu wa taala i ka shprovu, فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Edhe me këtë Allahu subhanahu wa taala ka bërë me shkakun vetëm se mbosprove Allahu e din ata të cilët e kanë me të vërtetë këtë fe, edhe mbosprove e din Allahu subhanahu wa taala ata të cilët vetëm se kanë cilësi të rrezave dhe janë prej atyre rrezave që nuk e kanë fenë Allahu subhanahu wa taala me të vërtetë. Wa qala ta'ala wa min an-nasi man yaqulu amanna billah, edhe ka prej njerëzve të cilët thonë se na vetëm se e kena besu Allahun subhanahu wa taala. Por se kur vazhdojnë ata me usprovue në fejnë Allahut, gja'ale fitnat e nasi ka adhabillah, ata vazhdojnë me bu fitnën mes në njerëzve, si kurse dënimin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lejn gja nasru min rabbik, la yakulunna inna kunna ma'akum. E mas kësaj sprove, kur Allah subhanahu wa ta'ala e bjen ndihmën e tina, mas kësaj sprove kur Allah subhanahu wa ta'ala ish problem besimtarët, vetëm se kimi i pa llojin e këtyre njerëzve të thonë se na prej fillimin na kun musliman, na prej fillimin na kun me juve, na prej fillim ju kina përkroj juve, e wa lejsa Allahu bi alemi bima fi suduril alimin. Nuk është Allah subhanahu wa taala ai i cili vetëm se e din se çka kanë gjoksat e atyre të cilët veprojnë, a nuk është Allah subhanahu wa taala ai i cili e din se qëllimin e çdo njeri i cili vazhdon me vepru kundër muslimanëve apo pro muslimanëve, a nuk është Allah subhanahu wa taala ai i cili e din edhe se çka mendon ti brendësinë tonë. Allah subhanahu wa taala e din edhe njëtin e secilit prej nesh se me çfarë qëllimi ne vazhdojmë me bëu vepra në rrugën e tina apo në rrugën e shejtanit. Prandaj min hadhihi sifat la yadru al-munafiq la tanfuk anhu. Thot autori thot se për këtyre cilësive nuk është me patjetër, nuk është e paraporshme te një person me i pasën gjitha këto cilësi që i përmend Allahu në ajetet kuranore, edhe me u cilësu ki për munafikave. Wa hadhihi sifatu amruha wadihun bayyin. Thot se për ai do të më i bëj disa prej cilësive për të cilat çështja e tyre vetëm se është e qartë mesin e besimtarëve. Shembull, ai i cili i premton ti diçka dhe nuk e mban premtimin. Kjo vetëm se është çështje e qartë mesin e besimtarëve. Nëse një person e ka këtë cilësi vetëm se është prej atyre të cilët kanë cilësi të munafikave. Edhe çdo herë ne këtu po flasim për ata të cilët vetëm se kanë cilësi të munafikave, të nifakut ameli, nifakut në vepër e cili është për nifakut vogël, sepse nëse ka për atyre njerëzve të cilët ne i dim se kanë cilësi të nifakut madh, nifaku i etiqadim, nifaku në besim, të cilin keni shpjeguar më herët, vetëm se na duhet çdo herë me marr masa dhe më largu prej tyre, edhe mos me pranua asnjëherë ata shoqërim me neve, po as me qenë na për atyre të cilët vetëm se shoqërohen me ata, sepse tha Allahu në Kur'an, ata të cilët shoqërohen me ata të cilët ju bujnë zullum besimtarëve, fa ulaika hum min adh-dhalimin. Padyshim se këta vetëm se janë për atyre të cilët janë zullumçar, vetëm se janë për atyre të cilët i bujnë zullum fesë Allahu subhanahu wa taala. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa liya'lamanna Allahu الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Thot Allah subhanahu wa taala se vazhdon Allahu me isprovu robërit e tina. Vazhdon Allah subhanahu wa taala me isprovu besimtarët vetëm me një qëllim. Isprovon Allah subhanahu wa taala besimtarët me qëllimin që me ditë se kush e ka për iman fenë e tina. Kush ka hyrë në këtë islam, edhe kush e adhuron Allah subhanahu wa taala me vërtetësi. Edhe për me ditë Allah subhanahu wa taala ata të cilët kanë cilësi të nifakut edhe vazhdojnë me shfaqje islamin para njerëzve, porse në vetën e tyre, në brendësinë e tyre, vetëm se e fshehin kufrin e tyre, wal ya'laman al-kadhibin, edhe me këtë edhe me sprova të ndryshme, Allah subhanahu wa taala i don njerëzit e sinqertë për atyre të cilët kanë cilësi të munafikave. Kjo është vetëm se e qartë, edhe më e ditur në mesin tonë, në mesin e muslimanëve në vendin se ku jetojna. Çdo herë kur jemi në një mezhlis, kena me pa për njerëzve prej muslimanëve ndryshëm se vazhdojnë edhe me folë edhe me dhonë gjyksi përpara se na kishmi me po kështu, kishmi me thonë kështu, kishmi me vepru kështu, sikur do kish do mua që kjo ne kisha me qëndru, vazhdojnë a bojnë hajgare edhe talme me ata të cilët Allah subhanahu wa taala i ka sprovu, ata nuk janë kohë për ty të kanë qëndru, e ndoshta ndonjëherë kanë ndryshuar diçka prej feje, edhe vazhdojnë me ato edhe kur bjen e sprovë vetën tonë, vetëm se largomi me mjetet të ndryshme. Largomi duke në veç vetën tonë me petë të ndryshme. Ndodh një fitnë në mesin e besimtarëve, edhe rrezikohet pak sa çështja e besimtarëve, kime pa për njerëzve vetëm se më nuk ishe mesin e muslimanëve. Kime pa për njerëzve se vetëm se largohen,
me joptu shumë, me pedhë në ndryshme se nuk është koha njëherë e lloje të një fjallët të ndryshme, sepse Allah sa në thotë në Kur'an وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ në vetëm se i kena sprovu edhe ata të cilët ju konë para juve وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ edhe me këtë sprovë që Allah sa e dërgon tek njerëzit e bën vetëm se me ditë tek kush është ai i cili e beson Allahun edhe ka vërtetuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe kush janë ata të cilët e kanë këtë fjalë vetëm se sa për fyer faqe. El maqsudu min dhikri sifatil munafiqin, qëllimi do thotë përmendjes së cilësive të munafikëve është se me vazhdu besimtari çdo herë me pas kujdesin ndaj tyre. Me vazhdu pse çdo herë pse është e udhës që ne më marr me shpjegim një libër për çështjen e nifakut edhe për çështjen e munafikëve, edhe me shpjegim një libër për cilësitë e munafikëve, edhe vazhdu me fol për ta. Për shkak se vetëm se kjo çështje vetëm se po shkon edhe po rritet edhe më shumë në mesin e besimtarëve. Është për çështje se çdo ditë më shumë vetëm se shkon edhe shtohet në mesin e muslimanëve. Edhe fitnet më të mëdha, sprovat më të mëdha, tradhijat më të mëdha të cilat po ju ndodhin muslimanëve në vende të ndryshme, qoftë në vendin tonë, qoftë në vende të ndryshme të besimtarëve, po vijnë prej mesit tyre, prej brendësisë tyre, për atyre të cilët vetëm se e kanë shfaq atë dashurinë para njerëzve, edhe e kanë fshirë urrejtën apo e kanë fshirë kurrën e tyre në zemrat e tyre, Allahu na ruaj prej tyre. Edhe pse Allah subhanahu wa taala qysh në surën Al-Baqara, qysh në fillim të surës Al-Baqara kur i përmend cilësitë e besimtarëve, kur i përmend në ajetet e para i përmend cilësitë e besimtarëve. Pastaj vazhdon Allah subhanahu wa taala duke folur për ahiretin, edhe pas disa ajete 9 ose 10 ajeteve të surës Al-Baqara, të fillimit të surës Al-Baqara, vazhdon Allah subhanahu wa taala duke na shpjeguar neve për nifakun. Vazhdon Allah subhanahu wa taala duke na treguar neve për munafiqët. Vazhdon Allah subhanahu wa taala duke treguar se nifaku është prej smundjeve të zemrës. Edhe se kjo smundje vetëm se shkon Allahu edhe ja shton edhe më shumë atyre të cilët kanë nifak në zemrat e tyre. Prandaj, men ta'amara wasfu qulubihim bil marad wa huwa maradu shubuhat wa shukuk, thot vetëm se ai i cili vazhdon me medituar se Allah subhanahu wa taala çet lloj nifaku e pas ka thënë në ajetet e ndryshme si smundje e zemrës. Edhe vetëm se kjo smundje vazhdon edhe i bën besimtarit dyshime të ndryshme, edhe i bën dyshime të mëdha edhe vezvese të në fenë e tij, wa wasfuhu bil ifsadi fil ard. Pastaj Allah subhanahu wa taala i ka cilësuar munafiqët sikurse preshës edhe shkatrues të tokës, wa bil istihza'i bi dinihi wa bi ibadatihi. Edhe i ka cilësuar ata se ata janë ata të cilët vazhdojnë me udhëton në fenë Allah subhanahu wa taala, edhe vazhdojnë me udhëton në adhurimin edhe me besimtarët Allah subhanahu wa taala tugjani wa ishtirat alati bil huda, edhe vazhdon Allah subhanahu wa taala në këtë pjesë vetëm se i përmend cilësitë e munafikëve se si i ka përshkruar Allahu në Kur'an, ata janë ata të cilët vazhdojnë me shit fenë e tyre, edhe vazhdojnë me vjet kotën duke mbësht kotën në të vërtetën, wal bukm wal umma wal hira, edhe vazhdon Allahu me i përmend se ata janë për atyre njerëzve të cilët as nuk e shohin vërtetën, as nuk e dëgjojnë atë, wal kasli inda ibadati waz zina, edhe ata kanë përtaci kur urdhënohen për me post, për me kryer ndonjë adhurim për Allahu subhanahu wa taala, edhe janë për atyre të vetëm se çdo herë janë të privuar prej zinat. Te çështja e përtacis në adhurim e përmend Allahu në Kur'an. Po i dhe kamë ila salati, kamë kusale, edhe ata kur vazhdojnë për në ngrit, me e falë namazin, vetëm se qënë me pritet, duke e falë namazin, edhe kjo është prej cilësive të munafikave. O akillet e dhikri u elhejfu për ismi, edhe prej cilësive të munafikave është se ata pak e përmendin Allah subhanahu ta'ala, pak bojnë dhikr për Allah subhanahu ta'ala, edhe vazhdojnë me u betu në emrin e Allahut duke qenë të kotën, edhe vazhdojnë me u betu në emrin e Allahut rrejshëm, o bilkedu o bilgajet i gjubën, edhe pastaj ata janë për atyre të cilët shumica e fjalëve të cilët i thojnë vetëm se janë gënjeshtër, vetëm se janë rënë, edhe kanë frikë të madhe o biadem e feki fi din, edhe nuk kanë kuptimsi të madhe të fesë. Kjo është më e madhja të cilën kanë përmend autori këtu, se prej cilësive të munafikëve nëse ata vazhdojnë me u marrë me epshe, edhe vazhdojnë me u marrë me të kotën, edhe vazhdojnë çdo herë duke bërë mashtime tek njerëzit, pastaj ju humb atyre kuptimsia në fe. Ju humb atyre kuptimsia në fe, edhe ky person nuk mundet me kohë për atyre që merr diturinë në fenë Allah subhanahu taala. Ky person nuk mundet me kohë për atyre që i shtohet dituria në fenë Allah subhanahu taala. Pastaj këta janë për atyre që vetëm se shkon edhe ju zhvogluar imani, besimi në fenë Allah. Wa anahum mudirratun ala al-mu'minin, edhe janë ata të cilët ju bojnë çdo herë zarar, ju bojnë dëm besimtarëve, wala yasul lahum bi nasiyatin illa sharrun min al-khibal, edhe tek ta
persona, tek këta njerëz asnjëherë nuk ka ndikim, asnjëherë nuk ka ndikim këshillat të cilën ti mundesh me Allahun atyre, këshillat të cilën mundesh me Allahun atyre nuk ndikon asnjëherë në zemrat e tyre. Pastaj këta janë ata të cilët çdo herë i vojnë bela dhe sprova të ndryshme besimtarë, wa annahum yatarabbasuna dawaira bil muslimin, edhe vazhdojnë me i vot dëm çdo herë në vendin se kujtojnë muslimanëve me ju pru bela dhe sprova të ndryshme dhe fitnë të ndryshme, wa bi karahati min infaqi fi merdatillah, edhe ndonjëherë kur kërkohet që me ndihmu diçka në fenë Allah subhanahu taala, qoftë me ndihmu dikujt në besimtarë, apo qoftë me ndihmu diçka në xhamin e Allah subhanahu taala, apo çdo sa e cila e kënaq Allah subhanahu taala për shpenzimet të besimtarëve, kimë gjithë për njerëzve të cilët kanë cilësitë të munafikave, kanë duke qenë për atyre që vazhdojnë me të ndalën tyre. Nuk është shumë e hajrit, nuk ka me pas shumë do ditë që shpenzim që po e doni. Fila familje se jeni duke i ndihmuar, unë e një ato, ai ka folë kështu, ka thonë kështu, do shata e për besimtarëve. Pastaj investime që ndonjëherë kërkohen për besimtarë për me investuar në xhamia. Nuk është edhe shumë shkojnë edhe i gjinë argumente se zbukurimi i xhamive është kështu. Zbukurimi i xhamive bëhet duke i mbush njerëzit e lloje të ndryshme, kime i pa ata të cilët janë urrejtës, nëse dikush prej muslimanëve dëshiron me shpenzu diçka në fenë Allah subhanahu taala. Pastaj e angazhojnë veten e tyre çdo herë me të metat e besimtarëve. Çdo herë gojën e tyre është për cilësive të munafikave, se çdo herë asnjëherë ti nuk kemi ndonjë llaf, ndonjë fjalë për tyre diçka mirë apo në dobi të besimtarëve, vetëm se kemi për tyre duke o marrë me të metat e tyre, duke i zbuluar të metat e tyre para njerëzve, edhe duke folë për nderin e tyre apo gjërat të tyre. Wa annahum abidu dunya in a'atu minha radu wa in ana'u sakhatu. Edhe kjo është me harondat të cilën përmend autori se ata vetëm për cilësive të munafikave, edhe për tyre njerëzve të cilët janë munafika vetëm se janë robër të dunjajës. Ata janë robër të dunjajës, janë të dhënë pa dunjajës. Nëse ti kimi jo dhonë atyre diçka për dunjajës, ata vetëm se kanë më ukon të kënaqur prej teje. E nëse kimi jo marrë diçka ose kimi jo ndalu diçka për punëve, ata vetëm se kanë më largu prej teje, edhe momentin që largohen kanë me vazhdu me folën keq për ty, edhe me të zbulu diçka për metave tua. E thot Allah subhanahu taala në hadithi kutsi se nëse ti vazhdon me javë msheh për metave dikujt në për Allahut të besimtar në dunjë, Allah subhanahu taala e fsheh të metave tua në ditën kur të dalësh para Allahut. E nëse ti vazhdon edhe me jashtash një të meta, nëse e din për një lloj të gjithë na kena të meta. Gjithë na bëjmë gabime, por se a kena dëshirë që çdo njëri prej neve të metat e tona me i folë publik? A kena dëshirë që çdo njëri prej neve gabimet të cilat i bujna me i folë para tjerëve? Pa dyshim se çdo njëri prej neve vetëm sa ka qenë që i të metë çka e kam une, mos me e ditë kërkush. Një gabim të cilën e kam une, mos me e ditë kërkush. E nëse dikush prej njerëzve e dinë dhe vazhdon ato me ta shosh para teje, vetëm se Allah subhanahu taala thotë se kime po se Allah ka me shfaq atyre në ditën kur dalësh para Allahut, para krejt njerëzve, ka me shfaq Allah atyre ata të cilët e kanë shfaq para njerëzve. Ka me shfaq Allah para krejt njerëzve ditën që kimi të metat e këtyre personave. Wa annahum yafrahuna idha takhallafu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yakrahuna al-jihad fi sabilillah. Edhe këta janë për atyre njerëzve që çdo herë zgjohen kur bujnë diçka në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është mas të heqonë në vendin tonë. Momentin që dikush për besimtarëve të shiron me praktiku një sunet për sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qoftë në vetën e vetë, apo qoftë në familjen e tina, kime e pa dikon për me thonë për muslimanëve duke të kundërshtu në to, edhe duke të kundërshtu në sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe duke të urdu kundër asojna, vetëm se ajo është edhe ma i gdhush edhe është krenar me këto të cilën po e bën ti. Wa annahum yakrahuna al-jihad fi sabilillah. Edhe janë për atyre njerëzve të cilët çdo herë e urrejnë luftën në rrugën e Allahut subhanahu taala. Janë për atyre që nëse ti vazhdon me punu diçka në rrugën e Allahut subhanahu taala, jihadi në rrugën e Allahut subhanahu taala, lufta në rrugën e Allahut subhanahu taala është në lloje të ndryshme. Me atë sa ka mundësi besimtari mundet me ndihmu në fenë Allahut subhanahu taala. Me atë sa Allah i ka dhënë këtina fuqi mundet me ndihmu edhe me rrugën e Allahut subhanahu. Shof ajo nëse ti vazhdon çdo herë me shiru njerëzit edhe me i thirr ata në fenë Allahut subhanahu, edhe kjo është diçka që sepse
esenca, qëllimi kryesor i luftës në rrugën e Allahut subhanallahu është se me qenë fjala e Allahut më e larta, edhe me largu çdo lloj shirkut apo çdo lloj adhurimi i cili bëhet krahas me Allahun subhanallahu. Edhe nëse ti je për atyre që mundohesh çdo herë me largu njerëz prej harameve, edhe kjo është një prej rrugëve e cila është në luftën në fenë Allahut subhanallahu. Në rrugën e Allahut subhanallahu. Edhe kemi pa për njerëz se ti je këtë rrugë duke vazhdu, edhe vazhdon me avon mundin tën këtë rrugë, kemi pa për njerëz që vazhdojnë edhe me ardh edhe me të këshilluar. Po thonë me të këshilluar, thojza me të këshilluar se mos rreziko shumë. Peshe që shkolla të shkuar, peshe që këtë njerëzit janë kundër. Kanë me bëu këto, mundet me ndodh kjo, vazhdojnë me t'i përmend disa gjëra që vetëm se janë mendime të shejtanit që me të frikëu ty, edhe me të largu për atë që është Allahu i kënaqur me atë vepër. Kjo vetëm se është prej cilësive të munafikëve. Prandaj Allahu subhanahu wa taala nifakun në Kur'an e ka thënë rrez ndyrësirë, por se ndyrësira më e madhe është kur kjo ndyrësirë vetëm se ju veshët këtyre njerëzve. Ndyrësira më e madhe, pështrimi më i madh është kur kjo ndyrësirë vetëm se është petk, është rrobë e dikujt prej njerëzve. Prandaj në sifatihim allati wasafahum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pe cilësive të tyre, ajo që çana ka treguar ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është al-kadhibu fil hadith. Ata se çdo herë që folin, edhe çdo herë që vazhdojnë me tregu diçka, vetë se janë prej atyre që gënjejnë ato. Wal khiyanatu fil amana, edhe janë tradhtor në amanet. Kur ti I lën diçka atyre në amanet, ata vetëm se e tradhtojnë të. Wal qadaru inda al-ahd, edhe kur kindën e marrëveshje me ta, ata vetëm se vazhdojnë edhe ikin edhe largohen. Wal fujuru inda al-khisam, edhe kur kindën e mohabet me ta, ndonjë debat me ta, ata vetëm se janë prej tyre që shpërthejnë në debat kot e kot. Wal khalfu inda al-wa'd, edhe vazhdojnë me të kundërshtu edhe me u largue në atë të cilën ata vetëm se kanë pretuar të khiru salatu ila akhir waqtiha, edhe ata vetëm se e vanojnë namazin deri në kohën e fundit. Për shembull, në momentin që hin dreka, nuk e fal drekën në vaktin e vet, por se vazhdon edhe e fal pak para se marr ikindia. E fal drekën, pastaj e vanon ikindijen deri në fund para se ne ja çomi, edhe vazhdon kështu edhe I vanon gjitha namazet, edhe nuk I fal ato në kohën e vet. Pastaj ata vetëm se janë prej atyre personave që nuk kanë qetësinë vetëm e vet. Çdo herë janë prej atyre të cilët janë të gojshëm, po tërku huduru ha jamaa, edhe janë prej atyre që asnjëherë nuk morrin pjesë në namazin me xhamat. Janë prej atyre që asnjëherë kur xhamati, shumica e vëllezërve, shumica e muslimanëve janë të grumbulluar qoftë në fal namaz, apo qoftë me ngurtë diçka prej këshillave, apo qoftë ajo me ndihmu diçka në fenë Allah subhanahu wa taala, apo qoftë vetëm takim për hir të Allah subhanahu wa taala, vetëm se kimë pas ata nuk morrin pjesë në këto takime, edhe pastaj vetëm se kimë pas ata e angazhojnë veten e tyre me diçka të kotë. Angazhojnë veten e tyre me gjëra të kota edhe e lënë atë se çka Allah subhanahu wa taala I ka obliguar ata. Prandaj Allah subhanahu wa taala në Kur'an I ka cilësuar munafiqat sikur frikacok mëllaj. I ka thënë Allah subhanahu wa taala ata të cilët kanë frikë fa idha dhahaba al-khawfu wa ja'a al-amnu salaku al-mu'minina bi alsinati al-halal, edhe kurse vazhdon me u hek atyre frika ata vetëm se çdo herë vazhdon me I kundërshtu besimtarët, edhe vazhdon me u xhir besimtarët me fjalë të ndryshme, wa annahum inda al-makhafi tudhiru kama yasudurihim, edhe kur kanë frikë çdo herë aty vetëm se ju largohet siguria, e ju largohet qetësia të cilët kanë prej zemrave të tyre. Annahum adhabu an-nasi al-sana. Prej munafikave për cilësive të nifakut është se ata e kanë gjuhën më të sprehtë kundër besimtarëve. E kanë gjuhën e sprehtë kundër besimtarëve. Çdo herë vazhdojnë me fol kundër besimtarëve me fjalë të ndryshme. Qofshin ata prej xhamatit të thjeshtë, qofshin prej njerëzve të thjeshtë, apo qofshin ata prej njerëzve të dijes. Qofshin ata të cilët e thrasin veten prej njerëzve të dijes, edhe se kjo është në rrezik, që gjuha atyre nuk flet asnjëherë diçka kundër kufarëve, gjuha atyre asnjëherë nuk flet diçka kundër atyre të cilët bojnë zullum besimtarëve, gjuha atyre nuk flet asnjëherë diçka për me I thirrë besimtarët në fe, por se kime një që në gjuhën e tyre çdo herë kime pa kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke folur kundër besimtarëve, edhe duke vazhduar me I sëmur besimtarët, apo nganjëherë edhe kjo është edhe më e rëndë, duke folur të ata të cilët nuk janë musliman,
duke folë dhe duke shti llafe kundër muslimanëve, Allahu na ruaj prej këtyre njerëzve. Ana a'malun tukzibu aqwaluhum, pastaj ato të cilën e thojnë me gojën e tyre asnjëherë nuk është në përshtatje me veprat e tyre, wa batinuhum bi kadhibi wa zahiruhum, edhe pastaj ajo të cilën kanë brenda çdo herë vazhdon edhe nuk përshtaten ato të cilën këta e shfaqin jashtë, edhe mu'minu la yathuku bihim fi shay. Ajo që është më rëndësishme është që besimtari në momentin që i sheh të cilësitë të dikush prej njerëzve, nuk duhet asnjëherë me ju besu tyre. Nuk duhet asnjëherë me pas besim edhe më mbështet të këta njerëz, fa innahum qad a'adu li kulli amrin makhrajan minhu bi haqqin aw bi batil, sepse këta çdo herë janë prej atyre të cilët vazhdojnë të kundërshtu, edhe çdo herë prej atyre të cilët vetëm se nuk kanë bërë përcjelljen e tyre, edhe çdo herë janë prej atyre të cilët vazhdojnë me shoq islam para teje edhe me fshir kufrin në zemrën e tyre. Kusa të të rune vë surat të të kalu, sepse janë për atyre njerëz dhe të cilësia e vetë në tyre është që në moment ai vazhdon me ndrua shumë. Prej moment vazhdon edhe i ndron gjendja këtij njeri. Prej në moment vetëm se vazhdon edhe i ndryshon të folurit e tina, edhe asnjëherë për të njëjtën temë ose për të njëjtën çështje asnjëherë nuk i ka fjalë të njëjta. Apo për të njëjtën çështje asnjëherë nuk i ka veprimet e njëjta. Për të njëjtën çështje asnjëherë nuk e ka gjendjen e njëjtë, përse vazhdon edhe është prej atyre të cilë i ndron fjalët apo i ndron gjendja e tyre, dhe kjo është cilësive më të larta të munafikëve. Prandaj kemi pa për atyre të cilë Allahu subhanahu wa taala i ka përmendur në Kur'an se kur vazhdon ti edhe ndodh diçka mes besimtarëve, ata vetëm se kanë me lyp diçka prej gjykimit, edhe për kanë me lyp diçka që mund gjykojnë njerëzit në mes vetit. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Kur ndodh diçka mes besimtarëve, edhe ti i thirr ata në gjykim, me gjyku diçka me fenë, me librin e Allahut subhanahu wa taala, edhe me gjyku me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kur ju thua atyre, hajde edhe ta gjykojnë ato të çka ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ra'ayt al-munafiqina, keni pa munafika se vetëm se kanë u largu edhe kanë mesuar me fjalë matrona. Kjo është prej cilësive të munafikave. Nëse ndodh diçka prej besimtarëve, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, kthejeni atë në librin e Allahut, edhe kthejeni atë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në marrëveshje të cilën, në mosmarrëveshje të cilën ti e ke, në problem të cilën e ke ti me dikën prej vllaznive të besimtar musliman, kthej atë në librin e Allahut subhanahu wa taala. Kthej atë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe lype gjykimin, edhe lype vijën darse, edhe lype qetësien në këto. E nëse ato të cilin ti e thirr për më gjykuar të kjo, te libri i Allahut, nuk vjen edhe vazhdon me cilësinë e fjalëve të ndryshme, ti je se vetëm se kjo është prej cilësive të munafikave, edhe i cili është një fakt që vazhdon me kundërshtu gjykimin e librit të Allahut, është një fakt i cili e largon besimtarin, e largon këtë njeri prej fesë të Allahut subhanahu Allahu na ruaj prej kësaj. Andaj, në çdo herë duhet të lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu na ruaj prej munafikave, me lutem Allahun subhanahu wa taala që munafiqët të cilën në mesin tonë Allahu më i largu prej neve, me lutem Allahun subhanahu wa taala që çdo fjalë apo çdo vepër e cila na çon në një fakt të madh apo të vogël, Allahu më na ruaj prej kësaj. Me lutem Allahun subhanahu wa taala që më forcoj imanin tonë në zemrat tona, më na forcoj neve edhe më na bashkon neve në menhezin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. أقول ما تسمعون وأنا خلفه وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.